nuk mund ta konsiderojmë një dokument si një urdhër, as nuk e afrohet një urdhri, sepse ky dokument nuk tregon që zoti Selimi të ketë pasur kontroll apo autoritet operativ. I vetmi dëshmitar që ka thirrur ZPS-ja, që pretendoi se kishte dieni për urdhra specifik të lëshuar për zotin Selimi, në cilësinë e ministrit të rendit publik, ka qenë dëshmitari 04 748 që është përshkruar nga vetë anëtarët e familjes si gënjeshtar. Një person që nuk ka qenë as në UÇK në atë kohë, jo më tej të ketë qenë në Ministrinë e Brendshme. Ai kishte një ignorancë totale se si ka funksionuar UÇK-ja së kohe. Një person që në mënyrë krejt të pabas ka pretenduar se ka pasur një njeri për marrëveshje të fshehtë mes KFOR-it dhe policisë dhe pavarësisht spekulimeve të tij lidhur me urdhrat e lëshuar për zotin Selimi, ai e pranoi gjatë kundërpyetjeve se nuk kishte pasur dieni personale në lidhje me ndonjë urdhër të marrë prej policisë në verën e 99-s, e më konkretisht, ai nuk kishte asnjë njohuri që komandantët e zonave kishin marrë urdhër nga ministri i rendit publik. ZPS-ja nuk ka thirrur një dëshmitar të vetëm që ta njohë këtë dokument. As nuk kemi ndonjë precedent. Edhe formulimi është kaq i vagullt dhe as që në përmbajtje nuk tregon që pushteti i shefit të policisë dhe UÇK-s ishte transferuar ministrit të rendit publik.